Të ardhurat nga lobimi u rritën pothuajse në të gjitha nivelet gjatë 3 muajve të parë të vitit 2025, me një numër të vogël firmash që përfituan nga lidhjet e tyre me presidentin dhe rrethin e tij të ngushtë. Kthimi i Donald Trump në Washington ka ndezur një zjarr të ri në një treg tashmë të nxehtë lobimi, por asnjë firmë nuk përjetoi një përfitim më të madh në 3 muajorin e parë sesa ato me lidhje të ngushta me presidentin, sipas një analize të dosjeve të zbulimit nga Politico. Të ardhurat nga lobimi u rritën pothuajse në të gjithë bordin gjatë 3 muajve të parë të 2025 për shumë nga kompanitë kryesore të K Street, ndërsa Trump hyri në zonë dhe menjëherë filloi të nxjerrë urdhra ekzekutiv, duke synuar armiqtë e perceptuar dhe duke lëvizur për të përmbysur tregtinë globale dhe rreshtimet gjeopolitike përpara se ndonjëherë të tërhiqej papritur. Drita e madhe e pagës për K Street vjen gjithashtu pasi republikanët e Kongresit, ndërhoqë rregulloret kyçe të epokës Biden, gërmuan në rregullimin e industrive të kriptomonedhave dhe AI, tentuan të zgjasin uljet e taksave të çmuara të Trump për vitin 2017 dhe të miratojnë agjendën e brendshme të presidentit. Dhe kjo nuk është për të përmendur trazirat dhe konfuzionin e shkaktuar nga shkurtimi i programeve federale dhe fuqisë punëtore federale nga Elon Musk, Hacking Gump Strauss Hauer and Feld. $16.4 milion e të cilit nga të ardhurat e lobimit ishin të dytat pas $16.8 milion të Brown Stein Hyatt Farber Schreck, pa 3 muajorin e tij më të fortë ndonjëherë, sipas Brian Pomper, bashkëdrejtuesi i praktikës së lobimit në Akin. Të ardhurat nga lobimi i Akin u rritën me më shumë se 12% krahasuar me 3 muajorin e 4 të 2024-s dhe pothuajse 19% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Regjistrimet e tyre të reja lobuese 3 muajorin e kaluar ishin rreth 3 numrit mesatar të regjistrimeve të reja për 3 mujor në 2024. Historia më e madhe në shifra megjithatë është numri i vogël i firmave që po përfitojnë nga lidhjet e tyre me presidentin dhe rrethin e tij të ngushtë. Ndër këto firma të lidhura me Trump, Continental Strategy pa rritjen më të madhe për biznesin e saj në krahasim me 3 mujorët e mëparshëm. Continental solli më shumë se $3.6 milion të ardhura nga lobimi në 3 mujorin e parë të vitit. Kjo është pothuajse 10 fish nga 3 mujori i kaluar kur firma zbuloi se kishte fituar $373.000. Gjatë së njëjtës periudhë në 2024, Continental raportoi vetëm $128.000 të ardhura nga lobimi. Carlos Trujillo, një ish këshilltar i fushatës së Trump, themeloi Continental në 2021-shin. Firma ka shtuar gjithashtu ish-punonjësin e Marco Rubio, Alberto Martinez, dhe së fundmi ka promovuar Katie Wiles, vajzën e shefes së stafit të shtëpisë së bardhë, Suzy Wiles. Continental Strategy është kompania që kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, ka kontraktuar për të lobuar për heqjen e non-gratës. Duke patur parasysh faktin se Continental Strategy kishte vetëm $128.000 fitim në 3 mujorin e parë të vitit 2021, ndërsa Berisha do t'i paguajë $250.000 në muaj, tregon qartë ulëzimin e kompanive lobuese të krijuara nga miqtë e Trump. Siç raporton Politico, Bayard Partners pa të ardhurat e saj nga lobimi të rritën në $14 milion në 3 mujorin e parë të vitit, krahasuar me $4.3 milion një vit më parë. Rritja ishte e mjaftueshme për të ruajtur Bayard Partners, e cila udhëhiqet nga mbledhësi i fondeve të Trump, Brian Bayard, nga e 16-ta në renditjen e të ardhurave për gjithë vitin 2024, në të 4-tin në renditjen e të ardhurave për 3 mujorin e parë. Gjithashtu, në top 20 këtë vit janë Miller Strategies dhe Mercury Public Affairs, të cilat punsojnë ish këshilltarin e Trump, Brian Lanza, dhe të punsuar më parë Suzy Wiles. Miller tërhoqi $7.2 milion në tarifat e lobimit 3 mujorin e kaluar, një rritje prej 80% krahasuar me 3 mujorin e 4 dhe 152% në krahasim me 3 mujorin e parë të 2024-s. Dhe Mercury pa të ardhurat e saj nga lobimi më shumë se 2 fish në $5.2 milion që nga fundi i 2024-s. Të ardhurat nga lobimi në Michael Best Strategies u rritën me pothuajse 70% nga 3 mujori në 3 mujor në $2.1 milion, ndërkohë që disa firma të tjera me kontingjente lobistësh të lidhur mirë nga GOP pan gjithashtu rritje. Firma tërësisht republikane CGCN Group raportoi $3.8 milion të ardhura nga lobimi 3 mujorin e kaluar, 47% më shumë nga 3 mujori i 4 i 2024-s. S3 Group pa të ardhurat e saj nga lobimi të rritën me 45% në $5.6 milion. Squire Patton Boggs, Vogel Group dhe BGR Group raportuan gjithashtu rritje krahasuar me 3 muajt e fundit të 2024-s.